Rrugës për Tiranë u shkruaj teksti. A shkruaje në telefon Po, si po, ndodhi në telefon. kjo? Si po ndihesh me këto? Edhe qysh erdhi deri te bashkëpunimi? Na tregove parës, po tregon atash për edhe për dëgjuesit e Radio Dugazhinit. Backstage tani on stage. Tani on stage. E di, ishte shumë e çuditshme. Unë vin në Kosovë për bashkë me menaxherin tim për 2 intervista që më kishin ftuar më njëherë mas Bigut. Edhe u kënaqa shumë, ditë super produktive. E ndërkohë ishim në kontakt me kriketin, shihemi, a nuk shihemi, na del koha, më u pa, a kemi ndonjë gjë në studio apo nëse ne do vim gjithsesi. Dhe u bëm aty për aty, kriketi lëshon vetëm një material. Edhe ishte ky. Ishte ky. Po, edhe ishte refreni në loop gjatë gjithë kohës. Edhe mungonte versi, si dhe nuk është se kishte një ide fikse se ç'a mund të ndodhte me këngën. Unë u futa në vers tim, provova ato, po themi, ato inspirimet e momentit, ç'a merdhin aty për aty, dhe u futa në mikrofon, ndërtuam demon, ikëm për Tiranë, u shkruaj teksti. Në makinë shkruaj të teksti. Po, teksti shkruaj. Do të thonë Rrugës për Tiranë u shkruaj teksti. A shkruaje në telefon si ndodhi? Po, në telefon. Okay. Në telefon. Kënga ishte në vetur tërkohës, gjatë gjithë kohës. Okay. Dhe a ket në laç kur e shkruaj refrenin a ku? Diku. Po jo, bime. Shumë larg mor. Te fush Kosova, e kena kry këngën, kishte për 7 minuta. Sa i pëm kerë. Njëre shumë. Okej. Po, kështu që shkoj edhe rruga shumë mbar.